Nëse shikojmë konceptualisht çështjen e leadershipit, që në fakt është procesi këmbimit të ndikimit të liderit karshithtarve, kjo mënyra të bërit leadership të Kurti është qasja e bërjes leadershipit duke u bazue në atë principin trade approach, që ka kuptimin që leadershipi bëhet duke u bazu në vija të karakterit, të individit, që reflekton ai si karakteri posaçëm. Ndërsa, kur është në pyetje Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, ata vujnë për leadership. Ata e shohin, unë e kom pa të dy liderët, që faktikisht na i thojmë lider, janë udhëheq kryetar partish, që ma shumë janë menaxher të partive, se sa lider, sepse s'din të bëjnë as leadership. Janë dytë teknicien të mirë, ata që e tha edhe kolegu mirë shumë, por nuk mjafton leadershipi vetëm germa, vetëm kuantiteti. Leadershipi o frym është proces i të ndikuarit të individit karshi të tjerëve, që ata të tjerët vullnetarisht i shkojnë mbrapa atij. Këta e kanë marrë, si me thonë, të mirë bërë atë punë, se ekziston partia, sepse unë në një farforme më mirë një lidhjen demokratike, se sa partinë demokratike, por Lidhja Demokratike e Kosovës ka vujt për lider, vazhdimisht ka vujt, nga vdekja e presidentit historik Ibrahim Rugova deri sot, sepse kanë ardhur në shprehje menaxher të thjesht në kuptimin që din me bë buxhete mirë, siç ishte Isa Mustafa, mas tij edhe Fatmir Sejdeva po Lumira Abdigjiku, din me bë buxhete, din me numru njerëz, din me bë procesin e regrutimit në aspektin menaxherial, po nuk din të përçojnë frym. E njëjta gjë është edhe të Partia Demokratike, që sado që ky Hamza u munduet të del nga ato korniza me disa paraqitje publike, ishte aq artificial në paraqitje që frym nuk kishte fare dhe vazhdimisht thirrej në liderët e vet që i kanë në Hag. Që në fakt krejt është procesi i bërjes leadershipit në Partinë Demokratike shkon në procesin e motivimit të teorisë së pritjes. Do më thonë ata janë në pritje të liderit, që hajde të bojmë diçka derisa të vjen lideri. Ndërsa te Lidhja Demokratike e Kosovës, faktikisht rënja nuk është e rastit, duke marrë parasysh se kombinimi i bërjes së leadershipit duke u bazue në disa relikte historike që vazhdimisht mundohen t'i shfrytëzojnë përmes fotografisë Ibrahim Rugovës apo vizitave të familja Rugova, që ato vizita ishte dashur të jenë miqësore, njerëzore, mas së paku politike, mundohen të kapitalizojnë përkundrazi, sepse unë sa e shoh rrjedhën e lëvizjes Lidhjes Demokratike, faktikisht nga marrja në udhëheqje nga Isa Mustafa, tendencat janë nga udhëheqësit, nga Mustafa e këndej janë të ndërtohet një lidhje e re. Mirë, po nuk kanë arrit. Nuk kanë arrit të dalin nga gëzhoja e filozofisë politike rugoviane, që në fakt ajo nuk gërsheton veç tradicionalizëm, si kur t'ishte edhe gjallë, vetë Rugova kishte më pas leadership transformues, në kuptimin e përshtatjes me situatën, në kuptimin e përshtatjes me njerëzit të ri, dhe në kuptim të përshtatjes me situatat e vetë Kosovës. Tjetër mendësi ishte, tjetër situatë ishte atëherë, kur na kemi luftu me politikat jo violente, që ishte befasi për krejt botën, tjetër asat. Vetëse nëse mundemi, bekim patët diçka përçtuar, e pastaj do kthehemi sërish te LDK-ja. Unë gjykoj që pas shkurtit të këtij viti deri në dhjetor, zoti Kurti ka treguar që është një strateg i jashtëzakonshëm për të luajtur, do të thotë, në skenën politike ashtu siç ai dëshiron dhe ashtu siç atij konvenon. Pra, përveç kësaj karizmës, përvojës, konsistencës, domethënë të qenurit person i maratonës, ai ka dëshmuar që është edhe person strateg për shkak që e pruni, domethënë, momentumin e duhur për ta. E momentumi i duhur për ta ishte pikërisht fundi i këtij viti. Pra,
të kalkulosh nga shkurti të 1 vjetor dhe të bësh krejt subjekte tjera që të vinë pas teje, pas skenarit tënë, kjo është, më thonë, ka gjohyni. Ka gjohyni, sepse edhe më unal me shkru me laps, ndoshta kish pas devijime. Mirë po, do më thonë, arriti përmes propozimeve, temave ndryshme, lojave ndryshme në Kovend, pastaj propozimi zoti Konjusa e kështu me radhë, të bie momentumin që të krijojë një situatë ku ai favorizohet politikisht dhe i merr pastaj 50%. Dhe kjo është gjeturi politike, është strategji, në më thonë e meqme politike, të cilën, në më thonë, pa vedije, subjekte tjera politike ranë në graskën e saj. Tani, nuk preashtohet mundësia që zoti Kurti nuk përëdhën skenar tjerë, ku prap këto subjekte politike cilat të në po thujse minore, s'kanë më ranë në skenar tjerë. E po mirë. Desha vetëm një fjalit të lidhen. Zoti Kurti e kanë poshtë opozitën me retorik. Në këtë rafsh, opozita nuk ka arrit ta përballoj zotin Kurti dhe do të lidhesha me profesorin. Në njërën anë kemi pas teknokrat, lider teknokrat, në anën tjetër një lider politik i cili ka elemente edhe të populizmit. Por, që atë populizm e përdor në mënyrë mjeshtrore. Godet psiken e votusit dhe qytetarit kur dhe si duhet. Ndryshe nuk mund shpjegohet fakti që nga nën Shkurti, pajtohem, nga nën Shkurti lojën politike në Kosovë e dirigjon zoti Kurti. Deri në shpalljen e zgjedhjeve, po si është e mundur që